Një ditë i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam e gjën bashortën e tij Aishën të përlotur apo duke lotuar. Dhe i thot, cili është shkaku që po loton apo po qan? Thot, o dërguari i Allahut të lartësuar, kujtova për një moment botën tjetër, botën e përtejme, momenti që njerëzit dalin përpara Allahut të lartësuar. Dhe më erdhën në mendjen time disa prej fragmenteve të asaj dite, që realisht është ditë e gjatë dhe ditë e vështirë, dhe u përlota. I thot, oj dërguari Allahut, të pyes, në atë ditë, a kujtohen familjarët? Njeriu a i kujton familjarët e tij, të afërmit e tij, të dashurit, ata njerëz që ndoshta është rritur me ta, kanë qenë të dashurit e tij, të shtrenjtë e tij. Ai kujton. I thot Muhamedi alayhis salam, janë 3 momente dhe janë 3 stacione ku njeriu nuk pyet për dikë tjetër përveç se për veten e tij. Po, përveç se në 3 raste apo në 3 momente. I thot, në momentin kur vendoset peshorja, në këtë moment njeriu interesohet vetëm për hallin e tij, për veten e tij, derisa të sigurohet që peshorja anon nga punët e mira dhe që është një sinjal se është i shpëtuar. Në momentin e dytë kur shpërndahen fletushkat apo kur shpërndahet libri i punëve i veprave që ka vepruar njeriu. Në këtë moment interesohet vetëm vetja e tij. Intereson vetëm vetja e tij. Derisa të sigurohet që këtë libër do ta marrë me dorën e djathtë dhe që është një sinjal se është i shpëtuar. Dhe momenti i tretë është momenti kur do të kalojë në urën e Siratit. Ajo urë që vendoset mes 2 skajeve të xhehenemit, të zjarrit, Zot na ruaj. Në këtë moment nuk interesohet për askën tjetër përveç vetes së tij, derisa të ta kalojë atë. Derisa të shpëtojë dhe ta kalojë atë. Ky është hadithi që shkurtimisht do ta ndajmë bashkërisht sot. Edhe përpiqemi të marrim disa mesazhe me ndihmën e Allahut të lartësuar. Futet profeti alayhis salam, hyn në shtëpinë e tij dhe gjen bashortën të përlotur. Dhe është më se normale që një bashort i mirë, i ndjeshëm, që e do familjen, e ka të shtrenjtë, dhe jeton me lotët e familjes, me lotët e bashortes, me ndjenjat e saj, është më se normale ta pyesin cili është shkaku që u përlota apo qave. Dhe kjo tregon edhe madhështinë e dërguarit të Allahut të lartësuar, i cili e ka vërtetuar këtë gjë, e ka vërtetuar jetësimin e fesë të Islamit, jo thjesht në teori, duke përcjellë mesazhe, por njëkohësisht dhe në praktik. Dhe jo më kot profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam ka thënë, më i miri prej jush është ai i cili është më i miri në familjen e vet, më i miri me bashortën e vet. I thot, pse janë këto lotoj bashortë o Aisha? Imagjinoni pak ajo grua besimtare, ajo dietare e madhe, që prej saj është përcjell një pjesë e mirë e fesë së Zotit të lartësuar, në një moment kishte shkuar imagjinata e saj, kishte shkuar mendimet pikërisht tek bota tjetër. Dhe këtu kemi edhe një mesazh shumë të rëndësishëm që besimtari, pavarësisht se sa shumë mund të hutohet në përditshmëri, pavarësisht se sa të shumta i kemi hallet, problemet, angazhimet, nuk duhet asnjëherë që të hutohet besimtari nga takimi me Zotin, nga dalja përpara Allahut të lartësuar. Dhe kjo është ajo gjë që kishte bërë Aisha radhiyallahu anha. I thotë, oj dërguari i Allahut të lartësuar, më kujtua bota tjetër dhe u përlota. Mirë po, i drejton një pyetje pejgamberit të Zotit Muhammed alayhis salam duke i thënë, oj dërguari i Allahut, në atë ditë ne do interesohemi për familjarët tanë. Do të vazhdojnë të jenë të forta lidhjet farefisnore, familjare, siç kanë qenë në këtë botë. Do t'i njohim të afërmit tanë në atë ditë? Do të kemi dëmshuri për këta njerëz? Do të interesohemi për ta? Muhamedi alayhis salam i thotë, po. Për besimtarët, po. Besimtarët do interesohen. Besimtarët do të vazhdojnë që të jetë lidhja mes tyre. Madje edhe do t'u japi Allahu lartësuar edhe mirësinë e madhe që të ndërmjetësojnë për njëri tjetrin. Pra dikush i cili është më i devotshëm të shkojë dhe të ndërhyjë tek Allahu lartësuar dhe pse jo të ndërmjetësoj për dikë i cili ndoshta mund të ketë probleme të caktuara. Mirë po janë 3 momente
në botën tjetër, në ditën që dalin njerëzit përpara Allahut të lartësuar, ku askush nuk pyet për dikë, përveç për veten e tij. Dhe ne do shkëpusim thjesht nga një fragment të vogël në lidhje me këto 3 momente dhe do të marrim inshallah Zotin nga një mesazh. Momenti i parë është momenti ku shpërndahen librat. Çfarë është ky libër? Libri i punëve të njeriut. Libri i veprave tona. Një libër që formën, ngjyrën, përbërjen, askush nuk e di në mënyrë të plot përveç Allahut të lartësuar. Mirë po është një libër që kur do të jepet në dorë njeriut në atë ditë të vështirë, do thotë, o i mirë unë, çfarë është ky libër që nuk ka lënë asnjë gjë pa regjistruar, qoftë e madhe apo qoftë e vogël. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Aty thotë Allahu i lartësuar në atë libër do të dëgjojnë gjithçka që kanë vepruar prezente. Gjithçka do të befasohet njeriu. Edhe gjërat të cilat i ka harruar, apo ndoshta nuk i ka marrë fare në konsiderat, sepse i ka konsideruar të vogla. Gjithçka prezente. Imagjinoni, edhe një vepër të mirë që ndoshta e ke bërë dhe nuk i ke dhënë rëndësi, dhe ndoshta e ke harruar atë. Një bamirësi që i ke bërë dikujt, një ndihmës që ti ke bërë dikujt, një kontribut, dhe mbase ndoshta nuk e ke marrë fare në konsiderat. Prezent në atë libër. Aty e gjen aty. Por edhe një vepër, një fjalë, një ngacmim, një injorim apo një diçka, vepër e keqe, që ndoshta ke thënë se diçka e vogël është ajo, prezente në atë libër. Dhe në këtë moment ku shpërndahen këto libra, që është një nga momentet më kulminante të ditës së gjykimit të botës tjetër, të gjithë zemrat e njerëzve janë të shqetësuara dhe janë të tronditura dhe presin me pa durim se si do ta marrin këtë libër. Dhe ndahen njerëzit në 2 kategori. Besimtarët do ta marrin librin të qetë, të sigurt me dorën e djathtë. Pa besimtarët, zullumqarët do ta marrin me dorën e majtë, po nuk është çudi dhe dikush prej tyre edhe pas shpine. Dhe në ditën e gjykimit çdo gjë është me një sinjal të caktuar. Me dorën e djathtë, sepse edhe me këtë dorë kemi marrë edhe librin e Zotit në përditshmërinë tonë. Që do thotë mbar, me zemër të hapur, me shumë gatishmëri. Kështu jemi qasur Islamit, kështu jemi qasur Kur'anit, kështu jemi qasur udhëzimit. I jepet besimtarit librin ta marrë me dorën e djathtë. Dhe nëse e merr dikush librin me dorën e djathtë, është sinjal se ka shpëtuar me ndihmën e Allahut të lartësuar. E merr këtë libër besimtari me dorën e djathtë, e shfleton dhe çfarë shikon aty? Shikon që Allahu i lartësuar i ka ruajtur të gjitha punët e mira dhe i ka fshirë, i ka falur të gjitha punët e këqija. Madje këto punë të mira që i gjën aty, i gjën të shumë fishuara, nga 10 fish dhe në 700 fish dhe në akoma më shumë përsa i përket sevapit. E merr këtë libër dhe shkon i gëzuar, i lumtur, shumë krenar mes familjarëve të tij dhe thot: "Ha umqra'u kitabia." E janë mblidhuni dhe lexojeni librin tim. Imagjinoni pak kur dikush prej nesh e ka përjetuar kur ka marrë një dëshmi, ka marrë një trajnim, një dëftesë apo një diplomë apo një titull të caktuar. Imagjinoni se çfarë krenarie dhe çfarë qetësie dhe çfarë lumturie dhe do që të flasi gjithë ditën, po pse jo dhe më i gjerë për rreth këtij momenti. Ta përshkruaj, dua përshkruaj njerëzve. Pse? Është moment suksesi, moment krenarie. Nuk mund të përshkruhet, nuk mund të imagjinohet krenaria, suksesi, kënaqësia, lumturia e besimtarit apo e besimtares në momentin kur e marrin këtë libër. Dhe dini se cili ishte sekreti, thotë: unë isha i bindur i sigurt në këtë ditë. Isha i bindur në këtë moment, i sigurt. Prandaj veprova vepra gjatë jetës për të përgatitur në këtë moment se si do ta merrja këtë libër dhe se si do ta merrja këtë dëshmi. Mirë, po për sa i përket atij thotë Allahu i Rasuar që do të jepet libri me dorën e majtë, ai do i mallkoj veten e tij. Ai do të mallkoj veten e tij dhe thotë: o i mirë unë atë mos më ishte dhënë ky libër. O i mirë unë, o shkatërimi im, atë ishte vdekja për mua, fundi i gjithçka, mos nisha ringjallur, mos nisha. Dhe secili prej nesh mund ta imagjinoj momentin e turpërimit, të poshtërimit, të dhimbjes, të turpit që përjeton një ngjellës për shembull. Ose dikush i cili është dështak në një fushë të caktuar.
Dhe doj që ky moment të harrohet, të zhduket, mos kishte ndodhur. Prandaj edhe i dëshiron vetes së tij atë shkatërimin e përhershëm. Në këtë moment ku shpërndajnë librat, për çfarë libri? Libri ku vetë robi, personi është autor. Vetë robi, vetë personi është autor. Aty ka shkruar me dorën e tij, me veprat e tij, gjithçka që ka vepruar. Në këto momente, personi, njeriu thot, vetja ime, dhe harron që ka nën, që ka bab, që ka fëmijë, apo që ka bashkëshort, apo që ka të afër dhe të shtrenjtë. Mesazhi që marrim ne nga ky moment, cili është dhe që e bëri Aishën të përlote apo të qante, ne jemi të vetëdijshëm dhe elhamdulillah Zoti që Islami na ka ndryshuar dhe na ka qartësuar rrugën dhe na ka shpjeguar dhe këtë moment. Se cili prej nesh, në çdo çast, në çdo moment, është autori i librit të tij. Ne shkruajmë gjatë gjithë vitës. Shkruajmë, regjistrojmë në këtë libër. Me lajket regjistrojmë gjithçka që ne themi, gjithçka që shprehim, gjithçka që veprojmë. Qoftë ajo e vogël apo e madhe. Dhe automatikisht kjo ndjesi ose ky realitet, kjo e vërtet e bën besimtarin që të shoqërohet në çdo çast nga ndjenja e përgjegjësisë. Prandaj nuk mund të flasësh gjithçka. Do të jesh i rezervuar. Nuk mund ta shtrish dorën kudo. Nuk mund të veprosh gjithçka që ti dëshiron. Regjistrohet në libër. Do ta shohësh me sytë e tu. Do ta gjesh në librin që është libri më madhështor që mundet të jetë regjistruar tek njeriu apo nga njeriu. Dhe ajo që e shton akoma më shumë çështjen është nuk do ta lexosh vetëm ti. Do ta lexojë gjithë milleti, gjithë njerëzit, që nga i pari deri tek i fundit. Nëse është libër krenarie dhe aty ke regjistruar elhamdulillah Zotit namazet e tua dhe adhurimet e tua dhe fjalët e mira dhe bamirësi dhe kontributet, është momenti më i gëzueshëm, më i suksesshëm për sa e përket njeriu. Në të kundërt, Zot na ruaj. Prandaj ky është stacioni i parë të nderuar. Dhe ky është momenti më kulminant apo një nga momentet më kulminante që na bëjnë ne të jemi shumë të kujdesshëm në përditshmërinë tonë dhe në jetën tonë. Momenti i dytë, i thot pejgamberi alayhisalam, në momentin ku vendoset peshorja. Gjithçka do peshohet. Do peshohen fjalët e robit, do peshohen veprat e njeriu. Do peshohet ky libër që ka shkruar vetë njeriu apo ka regjistruar njeriu, se sa peshon. Do peshohet dhe vetë njeriu se sa vlerë ka patur. Dhe ky është momenti ku këto tri gjëra do të vendosen në peshorën, në atë peshore ku është e drejtë, nuk gabon. Ky është momenti ku personi do thotë vetja ime. Dhe imagjinoni pak se çfarë ndjesie përjetojmë ne në momentin që e dim shumë mirë dhe jemi të bindur që do peshohemi, do peshohet njeriu, do peshohen fjalët e tij, do peshohen veprat e tij, dhe do peshohet besimi i tij. Ajo është dita ku pejgamberi alayhisalam thotë do vi një moment dhe do vi dikush i cili fizikisht është trup madh dhe peshon rënd, mirë po tek Allahu i lartësuar nuk do të peshojë asaj një krahu i një mushkonje. Pse? Sepse ka prej njerëzve të cilët nuk kanë vlerë. Për sa i përket besimit, s'kan patur besim. Për sa i përket moralit, s'kan patur moral, s'kan patur etik. Për sa i përket kontributit, s'kan patur kontribut. Shoqëria nuk ka përfituar diçka prej tij. Vjen dikush që ndoshta të mahnit me fizikun e tij dhe realisht nuk peshon asnjë gjë në peshorën e Allahut të lartësuar. Dhe ndërkohë mund të vijë dikush i cili fizikisht të çudit me fizikun e tij, ndoshta dikush thotë si qëndron në këmbë ky. Kaq i dobët, kaq i imët. Dhe peshon më shumë se sa mali. Se sa mali i Uhudit, thot profeti alayhisalam. A jeni duke qeshur me kërcirin e holl të Abdullah ibn Mesudit, u thot një ditë profeti alayhisalam shokëve të tij, sepse duke ngacmuar me shaka dhe qeshin, sepse ishte imët, i dobët. Ama ishte mal, përsa e përket kontributit, dijes, devotshmërisë, thot po qeshni me Abdullahun, thot pasha Zotin e gjithësisë. Kërciri i tij apo pesha trupore e tij do të peshojë më shumë se sa mali i Uhudit me peshorën e Zotit. Prandaj themi ne dhe qarkullon tek populli fjalë me pesh, njeri me pesh, vepër që peshon. Ose
po ashtu qarkullon tek populli fjalë që i merr era, vepra që i merr era, apo njerëz që nuk kanë vlerë dhe nuk kanë peshë. Prandaj besimtari në jetën e tij përgatitet për këtë moment, kur do t'i peshohet libri, kur do t'i peshohen veprat dhe kur do peshohet dhe vetë fizikisht, por që nuk do peshoj në aspektin fizik të tij. Për sa i përket trupit, mishit apo eshtrave, kockave, por do të peshoj roli, besimi, pesha që ka patur realisht, vlera që ka patur ky njeriu. Prandaj, ne si besimtar, në përditshmërinë tonë, synojmë sidomos ato vepra të cilat peshojnë shumë rënd peshorën e Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Dhe në krye të listës është fjala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ke mundësi ta thuash 10 herë gjatë ditës? Shtoje atë. Bëje 20, bëje 30, bëje 100. La ilaha illallah, çelësi i xhenetit. O Musa, i thot Allahu i lartësuar profetit e tij Musait. Nëse kjo fjalë vendoset në një anë të peshores dhe qiejt dhe toka vendosen në anën tjetër të peshores, kjo fjalë do të peshojë më shumë, sepse asnjë gjë nuk mund të peshojë më shumë se sa kjo fjalë. Do diçka tjetër që peshon rënd në peshore, ku duhet ta synojmë, nuk ka diçka, thot Muhamedi alayhis salam, që peshon më shumë në peshoren e Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit se sa morali i lartë. Morali i lartë, etika, fjalët e përzgjedhura. Në ato fjalët e përzgjedhura të cilat ndoshta motivojnë, qetësojnë, por nuk rëndojnë. Morali, marrëdhëniet e buta. A doni të dini, thot Muhamedi alayhis salam, se kush janë banorët e xhenetit, kush do të hyjnë masivisht në xhenet? Çdo njeri i butë, i lehtë, i mëshirshëm, ke qejf të punosh me të, të bashkëpunosh me të, të bisedosh me të. Nuk të bezdis, nuk të rëndon, nuk të ofendon, nuk të shqetëson. A doni t'ju tregoj se kush janë njerëzit që masivisht do të hyjnë në zjarrin e xhenemit? Çdo njeri i vrazhd, i dhunshëm, i bezdisshëm, çdo njeri që të rëndon dhe nuk të qetëson. Morali në krye të listës. Fjala subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi. Peshojnë shumë, e mbushin sipërfaqen që është mes qiejve dhe tokës, thot Allahu, thot pejgamberi alayhis salam. Fjala alhamdulillah, pavarësisht se në çfarë gjendje je, falënderimi i takon Allahut, nuk duhet të ndalet ndonjëherë nga të shqiptuarit apo nga goja e besimtarit. Alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut të lartësuar, sepse e rëndon shumë peshoren, thot pejgamberi alayhis salam. Ky është momenti i dytë, të nderuar, ku njeriu nuk pyet për askënd tjetër për veten e tij, deri sa të sigurohet që vërtet gjatë jetës së tij ka bërë më shumë punë të mira se sa punë të këqija. Dhe momenti i tretë, dhe që ndoshta është dhe momenti më kulminant, sepse është dhe në momenti final dhe që sinjalizon dhe shpëtimin absolut apo përfundimtar, është momenti kur kalohet në urën e Siratit. Po, është një urë që Allahu i lartësuar thot: "Wa in minkum illa wariduha", çdo njeri do të kalojë mbi të. Urë, jo urë e zakonshme. Po, bashkon dy skaje, fillimin e zjarrit të xhehenemit, Zot na ruaj, dhe fundin e tij. Dhe aty gjithë njerëzit do kalojnë mbi të. Dhe do të shikohet me sytë e ballit se si do të bien në zjarrin e xhehenemit turma njerëzish, sepse s'kan patur, po themi në gjuhën popullore, në gjuhën e përditshme, s'kan patur karburant për të vazhduar udhëtimin. S'kan patur namaz, nuk kanë patur besim, s'kan patur agjërim, s'kan patur zakat, nuk kanë patur haxh, s'kan patur kontribut. Dhe si rjedhoj, i shikon, thot Allahu i lartësuar, se si rrëzohen në ta. Në këtë moment, në këtë urë, njerëzit kalojnë për sa i përket sigurisë, për sa i përket qetësisë dhe për sa i përket ndryshimit të ndryshuarit sipas veprave të tyre. Siç ka jetuar njeriu në këtë botë, ashtu do të kalojnë në atë urë. Për sa i përket qetësisë dhe për sa i përket sigurisë. Prandaj Allahu i lartësuar thot: "Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim." Atë ditë shikon se si shkëlqejnë fytyrat e besimtarëve. Nga djathta atyre, nga përpara shkëlqejnë, ndryshojnë, kalojnë urën e Siratit pasi ka kapluar errësira, dhe aty i forcon Allahu i lartësuar këmbët e besimtarëve, dhe aty kalojnë këtë urë, thot profeti i Zotit, me shpejtësi sipas nxitimit që kanë patur në punë të mira.
sipas nxitimit që kanë patur në punë të mira. Në këtë moment, askush nuk interesohet për dikë, përveç se për veten e tij. Dhe në këtë moment, thot Muhamedi alayhis salam, askush nuk flet. Heshtje totale, përveç profetëve. Vetëm profetët flasin. E dini se çfarë thonë? Dhe secili prej profetëve thonë: O Zot, në këtë moment shpëto. Selim, o Allah, shpëto në këtë moment. Aq moment kritik është. Sinjali që ne marrim nga ora e Siratit është ne kemi për të kaluar në rrugën e Zotit në jetën e kësaj bote. Nëse në rrugën e Zotit në jetën e kësaj bote je i qëndrueshëm, je stabil, je i vazhdueshëm, nuk je sezonal, nuk je me fragmente. Nëse je shumë i vetëdijshëm në besimin tënd, në adhurimet e tua, dhe nëse je durimtar i qëndrueshëm, i tillë do të jesh edhe aty i sigurt me ndihmën e Allahut të lartësuar. Prandaj besimtari e përzgjedh se si dëshiron që të jetë gjendja e tij në botën tjetër, e përzgjedh që në këtë botë. Dhe po do të dish dhe të dallosh njerëzit se si do të jetë gjendja e tyre në botën tjetër, shikoj se si sillen sot. Shikoj se si jetojnë sot. E zgjedhin vetë. Prandaj dhe Allahu i lartësuar do të thotë: mos qortoni askënd përveç vetes tuaj. Askënd mos qorto sot përveç vetes tënde. Dhe kjo është të nderuar. Këto 3 fragmente dhe këto 3 momente, momenti i peshores të veprave, momenti i shpërndarjes së librave dhe momenti i kalimit në urën e Siratit, janë dhe 3 fragmente që ne duhet të na kujtojnë shpesh, sepse ndikojnë në mënyrë absolute në formimin e njeriut. Këto janë pikërisht mungesa këtyre 3 fragmenteve, 3 momenteve e bën sot shoqërinë që të jetë e papërgjeshme, e bën sot njerëzit që të jenë të papërgjeshëm. Shikoni se si sillen në veprat e tyre, në zgjedhjet e tyre, në trajtimin se si, në përditshmërinë e tyre. Shikoni, sillen si njerëz që nuk janë të vetëdijshëm, që u regjistrohet gjithçka që veprojnë. Nuk janë të vetëdijshëm që do të peshohet gjithçka që buron prej tyre. Dhe nuk janë të vetëdijshëm që do të kalojnë një ditë në urën e Siratit. Nëse për një moment, jo për një moment, por në mënyrë të vazhdueshme besimtari thot: prit pak se mua më leku më shkruan. Dhe gjithçka që më shkruaj do të më paraqitet në formën e një libri. Prit pak se gjithçka që buron prej meje do të peshohet. Prit pak se një ditë do të kaloj në urën e Siratit, pasha Zotin e gjithësisë do të mendoheshim 100 herë minimumi përpara se të flisnim një fjalë, përpara se të vepronim një vepër dhe përpara se të ndërtonim një marrëdhënie të caktuar, përpara se të hidhnim një hap. Do t'i shikojë njerëzit të kujdesshëm dhe shumë të vëmendshëm. Shikon papërgjeshmëri në mesin e njerëzve, po. Se dinë që nuk do dalin përpara Zotit, se si janë të vetëdijshëm që do të peshojnë veprat e tyre, që do të marrin me dorën e tyre librin e veprave të tyre dhe se do të kalojnë mbi urën e Siratit. Prandaj unë jam i bindur që kjo është ajo gjë që më së shumti i mungon sot rinisë tonë dhe shoqërisë tonë. Nevoja për besim, nevoja për adhurimin e Zotit dhe nevoja për të qenë të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm se një ditë do dalim përpara Allahut të lartësuar dhe sidomos do të kalojmë në këto 3 stacione ku vërtet e duam shumë nën, bab, fëmijë, familjar, mirë, por në këto momente nuk pyet njeriu për dikë tjetër. Pastaj gjendja e besimtarit dhe kënaqësia dhe lumturia e besimtarit është e papërshkrueshme, sepse ne shpesh e themi që momenti më i gëzueshëm i besimtarit dhe besimtarës në ditën e gjykimit është momenti kur del përpara Allahut dhe është momenti ku pret me pa durim të kurorëzohet. Pret me pa durim të marrë dëftesën, pret me pa durim të shohë se sa shumë peshojnë veprat e mira që ka vepruar dhe pret me pa durim të kalojë një orë më parë urën e Siratit dhe të shkojnë në xhenetin e Allahut të lartësuar. Prandaj të jetojmë shumë të përgjegjshëm në përditshmërinë tonë. Dhe na bëftë Allahu i lartësuar të tillë dhe na nxjerrë Zoti i gjithësisë faqebardh, të lumtur, të sigurt në ditën që do dalim përpara Allahut të lartësuar. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum.